Momente paniku dhe tensioni në kryeqytet, ku në zjarri i madh ka përfshirë një pallat banimi në Tiranë, duke detyruar autoritetet të evakuojnë banorët në zonën përreth. Flakët përfshin fasadën e godinës dhe u përhapën me shpejtësi, ndërsa tymi i dendur u pa nga disa zona të qytetit. Shërbimet zjarrfikse ndërhyn me njëherë për të vënë situatën nën kontroll dhe për të shmangur përhapjen e zjarrit në ndërtesat pranë. Sipas zjarrfikësve, zjarri ka nisur në një biznes të vendosur në katin përdes të pallatit dhe më pas është përhapur drejt pjesës së jashtme të ndërtesës. Në vendngjarje u angazhuan rreth 80 efektiv të emergjencave civile dhe forcave të tjera mbështetëse, si dhe 13 mjete zjarrfikse që punuan për orë të tëra për neutralizimin e flakëve. Shefi i urgjencës kombëtare, Skënder Brataj, bëri të ditur se 4 zjarrfikës dhe një qytetar janë dërguar në toksikologji, ndërsa një grua me djegje është shtruar në spital në repartin e kirurgjisë plastike. Sipas autoriteteve, të gjithë të lënduarit janë jashtë rrezikut për jetën dhe nuk raportohet për viktima. Zjarri vijoi edhe në orët e mbrëmjes, ndërsa ekipet në terren punuan për të shmangur kalimin e flakëve në një pallat tjetër aty pranë. Ndërkohë, disa banor që ndoqen nga afër ngjarjen kritikuan institucionet përgjegjëse, duke ngritur shqetësime për standardet e ndërtimit dhe materialet e përdorura në fasadat e pallatëve.